Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar zyrtarisht lidhur me paraqitjen në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të projektligjit kundër diskriminimit të shqiptarëve, një nismë që synon rritjen e vëmendjes ndërkombëtare ndaj trajtimit të pakicave etnike nga autoritetet serbe. Sipas Ministrisë së Jashtme, projektligji parashikon që Departamenti i Shtetit të raportojë në mënyrë të posaçëm mbi gjendjen e të drejtave të pakicave në Serbi, duke vendosur theks të veçantë mbi shqiptarët në luginën e Preshevës. Ky akt, thekson ministria, përfaqëson një njohje të rëndësishme institucionale të problematikave serioze me të cilat përballen shqiptarët në këtë rajon, veçanërisht fenomeni i pasivizimit të adresave, i konsideruar prej vitesh si një formë diskriminimi sistematik. Në deklaratën e saj, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme shpreh mirënjohje për angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vlerëson nismën e Kongresit si një sinjal të fortë të mbështetjeje për të drejtat e shqiptarëve dhe luginën e Preshevës. Sipas ministrisë, ky hap përbën gjithashtu një kontribut të rëndësishëm në forcimin e paqes, stabilitetit dhe bashkëtesës në Ballkanin Perëndimor. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme thekson se do të vijojë të mbetet të angazhuar në ndjekjen dhe monitorimin e vazhdueshëm të situatës së të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës, si edhe në bashkëpunimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtar për adresimin dhe zgjedhjen e këtyre çështjeve.